Përshëndetje shikuesërë të Shoqë Gjirokastrës, do t'jemi bashkë në këtë ditar informativ lajme e shkruar ndër të tjera do i ftoja të ndiqnit. Bashkia e Hidropollit ka bllokuar plotësisht urën e Glinës për kalimin e automjeteve dhe këmbësorëve për shkak të dëmtimit të rënd të strukturës nga rreshjet dhe rritja e nivelit të lumit Drino. Bashkia Këlqyr ka prezantuar prioritetet dhe investimet publike për vitin 2026 me fokus zhvillimin e qëndrueshëm dhe rritjen e cilësisë së jetesës për qytetarët. Të moshuarit të vetmuar neglizhojnë të kujdesën për shëndetin e tyre duke përfunduar në dyert e urgjencës së Spitalit Rajonal Omer Nishani në gjendje të rënduar shëndetësore. Bluzat e bardha të këtij shërbimi rekomandojnë kontrolle të vazhdueshme. Kampionati rinisi me një paraqitje dinjitoze të luftëtarit që barazoi 1-1 ndaj Skënderbeut në Korçë. Bluzinë siguruan një pikë të vlefshme duke ruajtur vendin e 11 me 12 pikë në renditje. Të shtunën e ardhshme luftëtari do të pres Kuksin me synim për t'i marrë 3 pikët e plota. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në minutat në vim, do t'i shohim tashmë më gjërësisht. Bashkia e Hidropollit ka bllokuar plotësisht urën e Glinës për kalimin e automjeteve dhe këmbësorëve për shkak të dëmtimit të rënd të strukturës nga rreshjet dhe rritjes së nivelit të lumit Drino. Autoritetet lokale morën masa për garantimin sigurinë e jetës së banorëve. Aktualisht komunikimi realizohet përmes fshatit Nebravisht në bashkinë e Libohovës, ndërsa ura e ndërtuar në vitin 1966 prej gati 2 muaj është jashtë funksionit. 165 banor të përhershëm jetojnë në 5 fshatet e zonës së Rëzës në njësinë administrative të Hidropollit të Poshtëm. Komunikimi i banorëve, por edhe i punojshme në fabrikat që ushtrojnë aktivitet ekonomik në këtë zonë, me rrugën kombëtare Gjirokastër-Kakavije, kryhej nëpërmjet urës së Glinës. Shirët e 21 nëntorit të vitit të kaluar sollën e dëmtimin e parë të urës së Glinës, e cila lidh 5 fshatet e Rëzës me Hidropollin e Poshtëm. Kurse shirat e ditëve të fundit risollën një dëmtim. Është dëmtuar rënd struktura ndërtimore e kësaj ure. Rreshtet e shiut dhe ujërat e lumit Drino kanë përkeqësuar situatën e strukturës ndërtimore të urës, duke detyruar drejtuesit e bashkisë të ndërmarrin masa drastike për të mbrojtur jetën e banorëve. Ka patur lëvizje të këmbëve të urës dhe nga ekspertët që kanë inspektuar kanë nxjerrë konkluzionin që kjo të jetë mos jetë e kalueshme nga njerëzit. Ne si bashki, si polici bashkiake, kemi vendosur tabelat përkatëse që të mos kalojnë njerëzit. Kemi sinjalizuar, informuar edhe banorët e zonës dhe në vazhdim do shikojmë mënyrat se si mund të realizohet lëvizja e njerëzve. Kështu që komunikimi i banorëve të Rëzës me pjesën tjetër të Hidropollit kryhet nëpërmjet fshatit Nebravisht në bashkinë e Libovës. Është bërë e papërshtatshme edhe për kalimin e udhëtarëve, edhe me këmbë skalohet ande. Dhe tani e vetmja rrugë që kalojmë në fshatrat e Rëzës është nga Nepravishta, vetëm ande kalojmë. Ne kërkojmë nga qeveria shqiptare që të na bëjë urën sa më shpejt po të mundet. Edhe nga të gjithë, nga kushdo faktor që mund na ndihmojë, na ndihmojë. Nga bashkia, nga mitropolia, nga qeveria. Ura e Glinës u ndërtua me përvull detale nga banorët e zonës në vitin 1966 dhe tashmë ndodhet prej 58 ditësh jashtë funksionit. Rreshjet me intensitet të lartë sollën përmbytje, prurje inerte dhe rrëshqitje dherash nëpërmet, duke krijuar një situatë të vështirë për disa ditë. Falë reagimit të shpejtë dhe punës së pandërprerë të shërbimit zjarfikës dhe grupeve të bashkisë, situata u përballua pa pasojë në njerëz, vetëm me dëme materiale. Përmeti ka kaluar një situatë të vështirë si pasojë e rreshjeve me intensitet të lartë, ku për disa ditë u deshpun dhe ndërhyrje intensive shërbimit zjarfikës, si në qytet, ashtu dhe në zonat rurale. Pati rrëshqitje dherash, bllokim familjesh, rrethim nga ujë në qytet, kryesisht pjesët nën dheja, si të thuash, patën mbushje me biznese, garazhe. Që atë ditë që filluan shirat me rrëmbim, si të thuash, ne rritëm gatishmërinë e efektivit, ne shtuam forca në shërbim dhe në çdo vend ku paraqit, domethënë që kishin nevojë për ne, neve jemi gjendur në çdo vend. Kemi patur ndërhyrje, si ditën e parë në një lagje të fshatit Kosini që ishte rrethuar nga 2 përrenjë nga një shkarkus
rezervuarit ta quajmë kështu dhe një përua malor, në Rapskë, pastaj vazhduam në Bual, pastaj vazhduam ditën tjetër që pati dhe rëshqitje dhe osi në lagjen Sede, që duhet të evakuoheshin njerëz. Jemi futur në dhe në balë, se nuk ishte pa mundu të futej mjetit, pak të ditën e parë, shpëtuam jetën e njerëzve fillimisht. Kemi evakuar rreth 4 familje atje. Kemi bërë shumë punë, sa them, në pastrim e rrugësh, në zhbllokim e rrugësh, në patrullim ditën e parë. Themi që për pasojat nga sasia se si ra dhe mënyra se si erdhën ujrat, kemi shpëtuar me dëme minimale, pa rrezikuar jetën e njerëzve kryesorja, po edhe kështu dëmet ekonomike ishin pothuajse minimale në krahasim me ç'ndodhi në rrethet e tjera. Lipe i cilëson disa prej ndërhyrjeve si më të vështirat për shkak të prurjeve të mëdha të inerteve dhe rrëshqitjeve masive të dherave. Po ndërhyrje më vështirë ishte te lagja Sede, një evakuim i njerëz se duhet të vinin deri në mes në Balt, se nuk futeshin mjetet. Janë nxjerrë njerëzit në Kuris me barela. Ndërhyrja në Bual që ke prishur dhe rruga mjeti s'mund të vinte, kemi nisur më këmbë polica për të evakuar një plak të vetmuar atje. Ndërhyrje e vështirë që mund të rrezikojë edhe mjeti dhe policat nga prurjet e mëdha të ishte në Kosin, kurse këto në qytet donin kozgjatje më shumë, ne kemi punuar gjithë natën. Fal ndërhyrjeve në kohë, u bë e mundur që pavarësisht rreshjeve me intensitet të lartë, prurjeve të inerteve dhe rrëshqitjeve masive të dherave, përmeti të kalojë një situatë vetëm me dëme materiale. Bashkia e Këlqyr ka prezantuar prioritetet dhe investimet publike për vitin 2026 me fokus zhvillimin e qëndrueshëm dhe rritjen e cilësisë së jetesës së banorëve. Buxheti do të orientohet drejt projekteve zhvillimore, përmirësimit të shërbimeve publike dhe mbështetjes së kategorive në nevojë, ndërkohë që kryebashkiaku Klement Ndoni garantoi përdorim efikas dhe transparent të fondeve. Bashkia Këlqyr ka përcaktuar një sër prioritetesh kryesore për vitin 2026, të cilat synojnë zhvillimin e qëndrueshëm të territorit dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës për qytetarët. 2026 që Bashkia Këlqyr ka vendosur disa piketa është një nga gjërat kryesore për të përgjigjur banorëve, duke patur parasysh që do jetë në funksion të gjithë e suris. Mendojmë që gjëja më kryesore është pjesa e mbetjeve urbane, ku jemi fokusuar që duke filluar nga muaj parë i vitit 2026, do shtrihemi në paka shumë në të gjitha njësitë. Objektiv është shtimi sa më shumë edhe i bizneseve të reja, shtimi sa më shumë i ndërhyrjeve në sistemin arsimor, në shkolla, jo vetëm të zonave të fushës, por edhe në fshatrat ku akoma shkollat e vogla me pak nxehnës janë ekzistuese dhe shërbejnë mësues për të dhënë dijet e tyre. Sipas kreut të bashkisë, buxheti vitit 2026 do të fokusohet kryesisht te projektet zhvillimore, përmirësimi i shërbimeve publike, si dhe mbështetja e kategorive në nevojë. Po shohim mundësinë që të kryejmë disa investime të reja, por në bashkëpunim edhe me institucionet shtetërore, për vitin 2026 mendoj që 2 investimet më kryesore që janë që do përfundojnë është një në fushën e turizmit, ku mund të përmend Kalani Alive Këlqyrës, ku do bëhet ndërhyrja për sistemimin, ndriçimin dhe rrugën, që do jetë atraksion për ta vizituar dhe për të parë çdo turist të shohë historinë e asaj kalaje, dhe një në fushën e arsimit ku në Institutin Administrativ SUP
do ndërhyet për rekonstruksionin e shkollës Lumë Pavari. Me vëmendje të shtuar ndaj shërbimeve publike, zhvillimit të ekonomisë lokale dhe mbështetjes për komunitetin, Bashkia Këthyr synon të vijojë përmirësimin e kushteve të jetesës dhe krijimin e më shumë mundësive për banorët e saj. Ndalemi tek shëndetësia ku të moshuarit e vetmuar neglizhojnë të kujdesen për shëndetin e tyre duke përfunduar në shumë herë në dyert e urgjencës së Spitalit Rajonal Omer Nishani në gjendje të rënduar shëndetësore. Bluzat e bardha të këtij shërbimi rekomandojnë kontrolle të vazhdueshme, pasi është e vetmja mënyrë për të parandaluar komplikacionet që mund të vinë nga pasja e më shumë se një diagnoze. Një nga kategoritë e pacientëve që u drejtojnë këto didimri urgjencës së Gjirokastrës janë të moshuarit e vetmuar që vuajnë nga më shumë se një sëmundje kronike. Pa mundësia për të shoqëruar te specialistët në momentet kur i nisin problemet, bën që ata ta shtyjnë kontrollin derisa gjendja shëndetësore agravon dhe përfundojnë në urgjencë. Ka shumë të sëmur kronik, sidomos ata që nuk kanë mbështetje familjare, pasi siç dihen, zona jonë është shtuar me persona që janë në moshë të tretë, të cilët domethënë jetojnë vetëm dhe nuk e kanë atë ndihmën e fëmijëve të tyre ose rrjetit familjar, të cilët shfaqen domethënë shumë herë dhe në orët e vona të natës, të rënduar nga sëmundje që kanë përkrahas. Për shembull kanë pasur një sëmundje të zemrës, një sëmundje pulmonare dhe ditë të tëra domethënë kanë filluar shqetësime dhe në momentin që s'durojnë dot paraqitjen në urgjencë. Gjë që na vështirëson shumë dhe në punën, pasi sëmundja domethënë duke u agravuar është më rëndë edhe për pacientin edhe për neve trajtimi. Kuptohet tyre u është dhënë ndihmë me të tërë mundësitë që ne kemi. Çfarë rekomandojnë bluzat e bardha për këtë kategori me qëllim shmangjen e gjendjeve të rënduara shëndetësore? Gjëja më e mirë është për sëmundjet që janë moshë tretë, kanë 2 ose 3 sëmundje kronike, që në rast se ata kanë 1, 2 ditë, 3 ditë, domethënë gjën e parë që mund të bëjnë me thjesht është të vizitojnë te mjeku i familjes. Ose nëse ata e dinë problematikën e tyre, të linë një konsult me mjekun përkatës paraprakisht. Për të marrë shërbim maksimal shëndetësor, mjekët rekomandojnë paraqitje në spital prej orës 8 deri në orën 13, kur gjithçka funksionon me kapacitet të plot. Dega e Tikë është nga më të kërkuarit për të rinjtë e rajonit jugor. Ndërthurja e procesit mësimor me aktivizimin në konkurse e projekte të ndryshme u bën më të dashur këtë degë, të cilën e ofron shkolla profesionale Thoma Papapano. Është nxënës në klasën e 10 të shkollës profesionale Thoma Papapano në Gjirokastër. Ka ardhur nga Këlqyra për të ndjekur studimet në degën TIK. Samueli thot se solli këtu pasioni që i vogël kishte për kompjuterat. Përfshirja në konkurse dhe projekte ja bën më të dashur këtë program atij, duke u shprehur se ka bërë zgjedhjen e duhur. Kam zgjedhur këtë drejtim sepse nga pasioni im që i vogël për kompjuterat më ka sjell në këtë drejtim. Ku në këtë shkollë neve punojmë me Python, me JavaScript dhe marrim pjesë në konkurse të ndryshme. Është shumë e rëndësishme angazhimi i nxënësve nga viti i parë deri te viti i 4 në këto projekte, që na japin mundësi për eksperienca të reja. Mendoj që kam bërë zgjedhjen e duhur, sidomos në këtë shkollë, që të mundëson punësim pas diplomimit. Unë dua të vazhdoj shkollën e lartë për specialist IT. Siç thotë edhe inxhinieri i IT-s, shoqëri e Rindi, të gjithë nxënësit janë përfshirë në projekte të ndryshme në inovacion dhe teknologji. Shkolla tonë po bashkëpunon me në shumë projekte, është pjesë e projekteve të ndryshme, në inovacion dhe në teknologji. Kemi bashkëpunuar shumë mirë me Albanian Skills dhe me projekte të tjera, por kryesisht me Albanian Skills dhe kemi vënë në jetë shumë projekte në fushën e inovacionit, në fushën e inteligjencës artificiale, por jo vetëm në këto, por dhe në projekte të tjera, ku shkollat tonë me nxënësit e drejtimit TIK kanë marrë pjesë. Nxënësit tanë po përgatisin disa projekte ku ndërthuret inteligjenca artificiale me praktikën për të lehtësuar jetën e qytetarëve të qytetit tonë. Dega e TIK është nga më të kërkuarat për të rinjtë e rajonit jugor.
Në Sarandë u zhvillua eventi Media 2026, pushteti i publikut, ku Unioni i Gazetarëve Shqiptar Dega Sarandë nderoi 5 punonjës të medias me certifikatën gazetari i vitit 2025. Vlerësimi u dha për gazetarë të mediave të shkruara, audiovizive dhe rrjeteve sociale që veprojnë në jug të vendit. Kryetari i Unionit Aleksandër Çipa theksoi rëndësinë e rritjes së profesionalizmit dhe rolit të medias si zë i publikut. Në eventin e parë të vitit me titullin Media 2026, pushteti i publikut në Sarandë janë nderuar 5 punonjës të medias me certifikatën gazetari i vitit 2025. Vlerësimi ka ardhur nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar në prani të kryetarit Aleksandër Çipa si dhe nga dega e këtij unioni në Sarandë, të kryesuar nga gazetari Thomanika. Me certifikatën e gazetari i vitit 2025 u nderuan gazetarët Shpresa Dine e News 24, Silvi Sula e ABC News, si dhe gazetarët Agron Mema i gazetës Telegraf, Ulsi Didani nga Saranda Web e Viktor Avdia nga Radio Saranda. Që keni stoicizmin në profesion si askush tjetër në hapësirën e jetës së Shqipërisë. Faleminderit dhe ju uroj suksese të gjithëve. Them të hecim në gjurmët e ne të vjetrëve, të hecim edhe të rinj, për të lodhur, për të gjetur të vërtetë. Suksese. Konsideroj nder dhe privilegj që të jem sot këtu, edhe që të mund të jap një titull të tillë vlerësimi për një plejad gazetarësh që kanë lënë gjurmë në gazetarinë shqiptare. Dhe shpresoj që edhe gjurmët e këtyre gazetarëve të rinj që keni të ecin pikërisht në ato që juve keni lënë deri tani në ato rrjet. Eventi i gazetarëve të Sarandës ishte një kombinim i praktikës, mbledhjes në grup të informacionit nga tereni me dhënie vlerësimesh për punën e kolegëve gjatë vitit 2025 dhe me urimet për 2026. Flasim për turizëm ku Përmeti përshëndrohet gjithnjë e më shumë si një destinacion i rëndësishëm gjithë vjetor edhe gjatë muajve të dimrit. Muaji janar ka shënuar rritje të ndjeshme të vizitueshmërisë, sidomos gjatë fundjavave. Sipas specialistëve të turizmit, kombinimi i natyrës, turizmi termal dhe atij kulturor e bën zonën atraktive në çdo stin. Muaji janar ka shënuar një rritje të ndjeshme të interesit turistik në zonën e Përmetit. Sipas specialistëve të turizmit, fluksi më i madh i vizitorëve regjistrohet kryesisht gjatë fundjavave, ku qyteti dhe zonat përreth frekuentohen nga turistë vendas dhe të huaj. Përmeti është një qytet që frekuentohet nga turistët si vendas, ashtu edhe të huaj. Padyshim që tani në këtë fillim viti ka pasur interesim nga turistët më shumë vendas gjatë fundjavave. Por ka pasur dhe interesim nga turistë huaj, më së shumti mund të përmendim turistët gjerman, turistët nordik. Interesi ka qenë në rritje për frekuentimin e qytetit ton, ka qenë diku te rreth 15%. Sipas Kristiana Ballabanit, Përmeti ofron mundësi të shumta për vizitorët, duke kombinuar bukuritë natyrore, turizmin termal dhe atë kulturor, çka e bën zonën tërheqëse gjatë gjithë vitit. Ne këtu, siç e kemi edhe sloganin ton, në Përmet mund të gjesh çdo gjë përveç shtetit. Në Përmet patjetër që preferohet shumë natyra. Turistët vizitojnë banjat e bënjës, preferojnë turizmin malor, preferojnë të bëjnë rafting, pra turizmin pak aventurier. Gjithashtu parapëlqejnë edhe ushqimet tradicionale të vendit tonë. Në këtë mënyrë, Përmeti po konfirmohet gjithnjë më shumë si një destinacion i preferuar turistik, jo vetëm gjatë sezonit veror, por edhe në muajt e dimrit, duke tërhequr vizitor në kërkim të natyrës, qetësisë dhe përvojave unike. Dhe në fund flasim për sport ku kampionati rinisi me një paraqitje dinjitoze të luftëtarit që barazojnë 1-1 ndaj Skënderbeut të Korçës. Bluzinë siguruan një pikë të vlefshme duke ruajtur vendin e 11 me 12 pikë në renditje. Të shtunën e ardhshme, luftëtari do të presë në shtëpi Kuksin me synim për të marrë 3 pikët e plota. Kryesuesit e kategorisë së parë nuk shkuan më shumë se barazimi 1-1 në stadiumin e tyre pas një ndeshje të luftuar dhe me emocione. Skënderbeu dominoi pjesën e parë duke mbajtur më shumë topin dhe duke krijuar raste shënimi, por miqt nga Gjirokastra u shfaqën disa herë rrezikshëm para portës së Alias. Në pjesën e dytë korçarët shtuan presionin dhe ishin shumë pranë avantazhit kur fituan një penallti pas një prekje të topit me dorë në zonë. Megjithatë, gjuajtja e Abidun nga pika e bardhë u ndal nga portieri Tahiri. Në krahun tjetër luftëtari fitoi
fitoi gjithashtu një penalti pas një aksioni individual të Njangulas, i cili u tregua i sakt nga pika e bardhë dhe i dha avantazhin skuadrës Gjirokastrite. Reagimi i Skënderbeut ishte i menjëhershëm, me forca të shumta në sulm, korçarët arritën të barazonin shifrat shpejt me golin e Gjinit. Deri në fund vendasit tentuan të gjenin golin e fitores, por pa sukses, duke u detyruar të kënaqen me vetëm një pikë. Një ndalesë e papritur për Skënderbeu në startin e vitit, ndërsa luftëtari largohet nga Kurça me një pikë të rëndësishme për garën në mbijetesë. Kemi ardhur në fund për këtë ditar informativ lajmesh. Faleminderit që ishit në RTSH Gjirokastra. Bashkë ndajmë këtu duke i lënë në shoqërinë e programit tona në vim. Mirupafshim.